Kështu, unë jam sada këtu në përbanori Vitokut. Na kena shumë probleme dhe hall me qëtë rrugën këtu. Edhe do më thonë, unë e kom bo kërkesa që 3 vite, do më thonë, pej që na këthy këtu 2011-ën, kjo është dosh më regullu kjo rrugë. Po këtu ka qenë pronë private, edhe na shku na me gjitha dokumentacionet, e kena bo do më thonë, e kena cek kështu që krejt këtu, se di tash nëse mundet kamera. Kjo është rruga këtu ku jena, do më thonë, është gjatësi dikun ofër 60 metra. Këtu. Edhe tash e kena legalizu, e kena qitë, e kena bo pronë komunës, se ashtu është thonë, do më thonë me legjë që shkon, edhe tash kena bo kërkesa që 3-4 vite është janë kanë, do më thonë, dokumentet e mija në sirtar, veç kanë nejtë. Jem shku e kom bo një përtrirje, do më thonë, riaplikim, kom aplikua pet, mu është aprovu kjo kërkesa. Tash këtë kërkes, do më thonë, thot që gjatë viti, do më thonë, këti viti nuk ka, do më thonë, së është planifikua sa nejtë, është qërtuar kërkesa juaj me numër nejni, do më thonë, 05, vist 30, 09, 00, që shkojnë të procedurat, e datës 24/3/2026, ku pas kontrollimit është konstatuar se ndërtimi i rrugës për të cilën është parashtruar kërkesa nuk është e planifikuar si pas planit të shpenzive për investimet kapitale për vitin 2026. Dhe se për këtë vit, buxhetor nuk është e mundur realizimi i kërkesës suaj, kështu që ndërtimi i kësaj rruge mundet të propozohet gjatë përpilimit të planit buxhetor të vitit e ardhshëm, në të cilën rrugë vetëm kuvendi mund ta miratoj sipas buxhetit për vitin 2027. Më intereson e cekë the në vitin 2011 kjo rrugë ka duf me ushtru. Do me thonë ka qene para pame, ka egzistu buxhetin 2011. E krejt, po në atë ku, do më thonë, kërë na këthy na 2011 këtu, mu vendos me banu, do më thonë, për çështje politike që apo djone, këtu kanë menaxhu edhe kanë punu edhe pjesa jugore. Kur njëherë, qërë atje nalt me shku, me shku nalt, do më thonë me bo pamje, ka diku ja kanë shtru krejt rrugë deri afër shtëpis. Po këtu, vetëm shifneni, këtu, për shamu këtu që, këtu është rrezik edhe për fëmijë, as po mundem që ku e kam shpinën e këtu. Do të thonë as 27 metra se kam për rrugës kryesore. Po s'po mundam me hiun atje. S'po mundam. Vet kena intervenu, vet do të thonë kena bë dëfar, ase ç'është bota. Aty edhe gjarpnejt, sa është shumë rrezik për shembull tash me hy edhe. Sa shtëpi gjithsej jeni këtu? Dikon